Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vuani nga dhimbja e kockave, kjo recet me 2 përbërës ju shpëton një herë mirë. Artriti reumatoid është gjithashtu një sëmundje autoimunitare që prek miliona njerëz në mbar botën. Kjo sëmundje gjithashtu është 2 deri në 3 herë më e përhapur tek gratë se sa tek burrat. Pacientët të cilët vuajnë nga kjo sëmundje zakonisht marrin medikamente kundër inflamacionit, siç është aspirina apo paracetamoli. Studimet mbi kurat dhe trajtimet për artritin dhe reumatizmin janë të vazhdueshme. Për kohët e fundit, shkencëtarët po marrin në konsiderat rolin anti-inflamacion të vajit të ullirit. Sipas tyre, vaji i ullirit gjithashtu mund të jetë po aq i dobishëm sa edhe një dozë ditore e ibuprofenit apo ilaçeve tuaja qetësuese. Studimet gjithashtu kanë zbuluar se një substancë e vajit të ullirit të quajtur oleokantal mund të ndihmojë në trajtimin e sëmundjeve të ndryshme. Kjo substancë gjithashtu është identifikuar si përgjegjëse e shumë prej vlerave anti-inflamacion të vajit të ullirit. Përdorimi dhe roli i vajit të ullirit. Studiuesit tregojnë se një sasi prej 4 lugë gjelle me vaj ulliri e furnizon trupin me sasi të bollshme të oleokantalit. Ekspertët gjithashtu rekomandojnë pirjen e minimumi 1 lugë gjelle me vaj ulliri çdo ditë, sidomos në mëngjes. Ju rekomandojmë vaj ulliri ekstra të pastër. Sipas ekspertëve, fëmijët mund të konsumojnë 1 lugë çaj me vaj ulliri të ëmbëlsuar me pak sheqer. Rekomandohet gjithashtu që ky regjim ushqimor ulë rrezikun e ishemisë, sëmundjeve të zemrës, të mushkrive dhe të sklerozës. Receta me vaj dhe krip për dhimbjet e kockave. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 1 gotë me ujë, 20 lugë gjelle me vaj ulliri, 10 lugë gjelle me krip deti. Përdorimi i recetës kundër dhimbjeve të kockave. Shtoni vaj ulliri dhe kripën në ujë dhe përzjeni mirë së bashku. Masën e përfituar përdoreni për të masazhuar zonën e prekur nga dhimbja për rreth 3 minuta. Masazhi fillestar duhet të zgjasë 3 minuta dhe duhet të arrini që të masazhoni zonën e prekur për deri në 10 ose 20 minuta. Kjo recetë gjithashtu duhet aplikuar në lëkurë për 10 ditë me radhë. Rezultatet gjithashtu do të jenë të shpejta dhe afatgjatë. Do të shikoni që do të mund të lëvizni më lehtë dhe dhimbja juaj do të zbutet ndjeshëm. Nëpërmjet këtij masazhi qelizat tuaja do të rigjallërohen, qarkullimi i gjakut do të jetë më i mirë dhe sistemi juaj imunitar nga ana tjetër do të jetë më i fortë. Në disa raste mund të vërejni që lëkura juaj mund të skuqet. Kundër skuqjes ju mund të përdorni një peshqir me ujë të ngrohtë dhe më pas pak pudër. Ju këshillojmë ta provoni këtë kur. Nuk keni asgjë për të humbur, përkundrazi mund të përfitoni sa më shumë. Nëse keni dhimbje gjuri, mund të provoni këto receta. Disa nga shkaqet e shfaqjes së dhimbjeve të gjurit janë artriti, osteoartriti, artriti reumatoid, artriti septik, bursiti, cistet e gjurit, frakturat e të tjerë. Për të kuruar dhimbjet mund të mbështeteni tek mjekësia alternative e cila mund të rezultojë shumë më efikase dhe për shembull, përdorimi i vajit të kokosit dhe i piperit të kuq djegës mund t'ju ndihmojë më shumë nga sa ju mund ta imagjinoni. Piperi i kuq gjithashtu shkakton një ndjesi të ngrohtë rreth zonës së gjurit duke reduktuar dhimbjen dhe ëndjen. Juve për këto do t'ju duhen 2 lugë piperi kuq dhe 1 lugë vaj ulliri. Përzjeni përbërësit për të përgatitur një pastë homogjene dhe aplikojeni atë në zonën e prekur. Përsëriteni këtë recetë 2 herë në ditë për 1 javë.
Vaj i kokosit ka gjithashtu veti të fuqishme anti-inflamatore dhe në mënyrë efikase trajton dhimbjet e gjurit. Mjafton që ju ta ngrohni për 3 minuta vajin e kokosit dhe pastaj ta vendosni në gjuhë duke e masazhuar lehtë me duar. E lini të veprojë disa orë dhe më pas shpëlajeni. Përsëriteni gjithashtu këtë recetë 2 herë në ditë. Më parë ju duhet që të konsultoheni me mjekun për çdo recetë që ju vendosni të aplikoni. Dhimbjet e gjurit të cilat shfaqen kryesisht gjatë natës mund të prekin kryesisht njerëzit të cilët vuajnë nga artriti. Në disa raste të tjera ajo shfaqet si pasojë e problemeve me nervat e këmbës. Dhimbja mund të bëhet kronike dhe njëkohësisht të ndikojë edhe në cilësinë tuaj të gjumit. Çfarë shkakton njëkohësisht dhimbjen e gjurit gjatë natës? Osteoartriti dhe reumatizma. Këto sëmundje autoimunitare njëkohësisht mund të shkaktojnë dhimbje të forta të gjurit, sidomos gjatë natës. Shumë prej pacientëve të cilët vuajnë nga kjo sëmundje raportojnë dhimbje të forta të gjurit veçanërisht gjatë natës kur trupi juaj është duke pushuar. Simptomat të tjera përfshin inflamacionin, mungesë fleksibiliteti dhe vështirësi në lëvizje. Ndërkohë, ndodh edhe inflamacioni i tendinave. Inflamacioni i tendinave prek zakonisht njerëzit të cilët janë mbi peshë ose ata që merren me sport intensiv. Këta njerëz zakonisht kanë dhimbje të herpashershme të gjurit gjatë natës kur trupi juaj është duke pushuar. Receta natyrale kundër dhimbjes së gjurit. Aktiviteti fizik. Sipas të dhënave, dhimbja e gjurit si pasojë e artritit mund të kurohet duke rënë në peshë ose duke bërë aktivitet fizik. Aktiviteti fizik i bën muskujt përreth gjurit më të fortë. Kompresat e ngrohta. Kompresat e ngrohta mbi gjuhë ndihmojnë në largimin e dhimbjes në një mënyrë tërësisht natyrale. Kompresa duhet mbajtur mbi gjuhë për 15 minuta. Shafrani indis. Shafrani indis, i cili është shumë më efikas se medikamente si ibuprofeni, mund të konsumohet çdo ditë për të zbutur simptomat e artritit dhe dhimbjet tuaja të gjurit. Atë mund ta pini çdo ditë si një çaj duke e shoqëruar së bashku me xhenxhefilin. Xhenxhefili. Konsumi i rregullt ditor i xhenxhefilit ofron njëkohësisht një zbutje të menjëhershme të dhimbjes së gjurit gjatë ecjes dhe pushimit të trupit. Zgjini 1 cm xhenxhefil në një gotë me ujë. Si të parandaloni dhimbjen e gjurit gjatë natës? Mjekët dhe ekspertët rekomandojnë këto hapa për të parandaluar dhimbjet e gjurit gjatë natës. Siguroni që të flini në një shtrat të rehatshëm i cili ju mundëson pozicione të qeta të gjumit dhe bëni një dush të ngrohtë përpara gjumit. Mos pini alkool ose kafe përpara gjumit. Mbajini këmbët tuaja pakës të ngritura duke vendosur një jastëk poshtë tyre. Mos kryeni aktivitet fizik të paktën 3 orë përpara gjumit. Kur është koha e duhur për të konsultuar me një mjek? Rekomandohet që të konsultoheni me një mjek në rastet kur vëreni ëndje dhe skuqje të gjurit. Dhimbja vazhdon gjatë gjithë natës dhe ditës, nuk mund të peshoheni në njërin anë, nuk arrini dot që të flini si pasojë e dhimbjes. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë
që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!